Meqense jemi tek pjesa e përdorimit të kompjuterit, sot do ju tregoj disa nga kombinimet në tastier. Po, disa nga kombinimet në tastier. Për t'ju bërë më të shpejt, për t'ju bërë më të shkafët, por edhe të kuptoni se si punohet shpejt në kompjuter, sepse mënyra manuale me mouse, selekto, kopjo, me të djathën, me të majtën, shtyp këtë, shko atje, ndoshta është e avasht. Neve na kërkohet sot që të jemi të shpejt, dhe që të jemi të shpejt, duhet të mësojmë të përdorim kombinacionet në tastier. Ndiqeni këtë video për të mësuar kombinacionet më të rëndësishme dhe më të përdorshme në fushën e kompjuterit, IT-s, quajini si doni, dhe kështu mësojmë të gjithë së bashku. Më ndiqni në vazhdim, serit nuk kanë mbaruar. Një nga gjërat e rëndësishme janë kombinimet e tastierës. Po ta shikoni në ekranin e majt, do dalin butonat që unë do shtyp. Dhe kështu fiksoni se çfarë do shtypni. Tani, nëse doni të kaloni nga një program tek tjetri, do shtypni Alt dhe Tab. Shikoni sa bukur, unë mund të kaloj shumë lehtë nga një program tek tjetri. Dhe kështu e kam shumë të shpejt procesin. Kjo është metoda e parë. E dyta, në momentin që ti do të bësh copy paste të tekstin, e selekton në këtë lloj forme dhe ke butonin CTRL-C. Dhe nëse këtë do që ti bësh paste në Word apo në Excel apo në programet siç shpjeguam që parë Open Office, ja këtu CTRL-V. Pra mbani mend CTRL-C për të bërë copy, CTRL-V për të bërë pjesën e paste-it. Dhe tjetra, nëse pa dashje keni bërë një gabim, keni kombinimin CTRL-Z, e cila të çon një hap mbrapa CTRL-Z. Fantastike fare. Tjetër, çfarë kombinimesh mund të bëni ju në tastier, është kombinimi i cili është Alt F4, i cili e heq programin. Pra nëse ti ke hapur një program të caktuar dhe do që ta mbyllësh atë, ke Alt F4. Automatikisht hiqet. Por mos të harrojmë, kemi butonin Shift, i cili e bën me shkronja të mëdha, duke e mbajtur shtypur me shkronja të mëdha shkrimin. Ose caps lock-u që të lejon ta bësh me shkronja të mëdha. Tjetër, çfarë quajun me rëndësi, është edhe pjesa e Windows R, që të jep mundësinë që të çoj shkurt fare në për programet caktuara, për shembull në CMD, të hap CMD-n. Ose të kalosh nga një gjendje ngrire e kompjuterit, se mund të ndodhë që kompjuteri ka ngecë totalisht, mund shtypësh CTRL-Alt-Delete dhe hapet Task Manager, që është këtu menaxhuesi i detyrave. Dhe këtu ke mundësinë që të shikosh programet që po të zënë shumë hapësirë dhe mund t'i mbyllësh me të djathtën e mouse-it end task ose mbaro detyrën. Bukur shumë. Mbyllet si program ai dhe lirohet hapësira. Këto janë disa nga kombinimet, por mos harroni keyboard combinations. Patjetër që është një listë e madhe kombinacionesh, ja dhe ki keni kombinacionet. Këtu në fakt që nga për me kjo, ndoshta si kuptoni dhe aq, por ja dhe ki keni, fix fare. CTRL-X bën cut, copy, paste, CTRL-Z ja kthen mbrapa, CTRL-Y ja kthen para, CTRL-P ja print, F ja gjen, CTRL-F, CTRL-N, CTRL-O, CTRL-A i selekton të gjitha tekstet, pra qofse da selektojmë gjithën me CTRL-A. Tjetër keni mundësinë e zoomit me CTRL dhe plus minus. Keni full screenin, që është një buton në tastier. Screenshotin keni një buton në tastier që lexon print CTRL. Absolutisht CTRL-B e bën bold, I e bën italic dhe U ja underline. CTRL Shift L e kyç kompjuterin dhe kërkon passwordin nëse e kem password. Bajini mend, kjo është një, le të themi, shkurtesë e tastierës. Ky është seleksioni për kombinimet në tastier. Shpresoj që të kesh mësuar një gjë të re, edhe pse disa e din këto.